slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mësojnë një beton që mos të vën policës gjobë. Po e kështu. Po shifi, në mërë që këta 2.000 lekë shëndim. Dhe mos e vërë gjobë. Jo, po e kështu edhe. Me e këta 2.000 lekë shëm, edhe ajtë, shëndet. Dije njerëz, pata festën me kolegët vitit të ri edhe kuptova që jam plakur pasi ndenja vetëm 1 orë e gjysmë edhe ika në shtëpi sepse nuk po më shtoj më. Kisha edhe Roanin me vete dhe Roani po nxirrte justifikimin që i dhimte barku. Are, ç'a do bësh? Dhe kështu që ngrita dhe ika. Dhe kështu që ngrita dhe ikam. Dhe ikam. Ika, jo ikam. Dhe xhaxha im ndeli pak më vonë, atjesën e. Banga ishte mbyllur, tani do të shoh tek posta nëse më ka ardhur gjë. Shumë trafik në qytet, njerëz, popull, atmosferë e fundvitit. Ç'është ky trafik kështu? Po do ose nuk janë aq pa fliezit ora. Ha? Nuk janë aq pa fliezit sa shumë vërtet. Po jo
se nuk mendoj që janë të paaft, por duhet të jenë pak më të përgjegjshëm. Po të përgjithësit janë këta social gjë si për ajote. Po jo, nuk duhet të dalin të gjithë në një ditë. Këta që janë... Po ata kanë punë në vit, kanë hallet e tua. Hallet e tyre, jo hallet e mia. Erdhëm ndërrova, tani do të filloj me punët. Para se të filloj, doja disa gjëra që mora dola. Disa gjëra të vogla, tregoj edhe këto ditë që nuk kemi qenë këtu në YouTube. Por, përpara se t'ja u tregoj, do të lë telefonin pak të karikohet, sepse Joani lozi me telefonin dhe e fiku. Ne kemi dalë për pjaçerë. Hej, përshëndetje nga dita e tretë në mos gaboj. Nuk kam xhiruar fare, sot në mëngjes pak ardhur vetëm gjyshi, nëna me teze nuk na kanë ardhur akoma sepse kanë qëndruar në Durrës te gjyshi dhe nëna dhe tani po i presim të vinë me autobusin e Durrësit. Ndërkohë jemi në shtëpi, po rrim. Është goxha ftohtë kur rri brenda, prandaj kam veshur këtë pellushin, por mos ma vini re dhe jam duke gatuar, po bëj një lakror për drek. Ndërkohë kisha hyrë tek aplikacioni i Zarës, sepse ka ditën e ofertave sot, edhe pse e di që të gjitha gjërat që unë kam zgjedhur do bëhen sold out shumë shpejt, sa të shkoj ora 9 fix, ose më saktë janë gja të bëra. Por thash të shoh ndonjë gjë, inshallah po shpëtoj diçka. Kënë të marrim nënën me Kamilën. Është ora 4, sa është ora me vërtet? Përtasha ora 4:10 edhe po dalim, mos ndoshta ka ardhur autobusi i Durrësit, por nuk e dim në fakt, nuk jemi të sigurt. Dhe me mami dhe me motra nuk flasim dot sepse ato nuk kanë akoma numër shqiptar. Kanë numër italian edhe vetëm nëse lidhen me Wi-Fi mund të përgjigje, kështu që s'kemi folur fare, e dim që janë nisur në orën 1:30, por le të shohim tani, dhe këtë se kemi të sigurt të janë nisur në orën 1:30 në fakt. Gjithsesi ne po dalim edhe mos ndoshta i gjejmë edhe rrugës, ose mos ndoshta i gjejmë te stacioni i autobusit. Pyetëm, u interesuam edhe na thanë që autobusi nga Durrësi niset në orën 2:30 edhe vjen në Gramësh në orën 5:10, ndërkohë që ora është 4:20. Edhe na levërdis më mirë të ikim në shtëpi dhe të vim pak më vonë, por është e pamundur që ta çosh Roanin në shtëpi se do që të marri teze. Do presim këtu, Ne do presim këtu derisa të vinë. Domethënë jemi tek stacioni i autobusave. Shikojni pak me bluzë italiani shoku. Shiko sa bukur e ka bërë, shikojeni një. Sa të bukur e ka bërë bluzën. Po tashi. Kush ta solli bluzën? Gjyshi. Gjyshi. Po. Gjushi. Po gjushi. Gjushi, e di që e bërë për të qetur. E di. A do ta marrësh numrin e telefonit tim? Si ke numrin ti? 4, vetëm kaq. Oh. Ka numër kështu? Vetëm 4 kaq. Sepse ka se kam 4, 2, 3, 6. Kjo është tezja. Tezja buburrezja që unë kam ndaluar shumë keq këtu, se nuk po njifi autobusin.
A ju pëlqen? Me shtëpiza, me gjëra. Qa shesin gjerë, a? A do dali pasaj? Vërtet një film aq të bukur, në kostum, në fytyrë. Naj. Aty rri. Aty po. Qa bërë Fol, Lime, fol, s'ka gjë. Se unë jam shumë e drejt për drejt në kanalin tim. Ai shiko sa bu. Shiko. Roal makina. Vado shpirti. Uon qytetin. Kjo këtuja ka vetëm kafeinë dhe vitaminë. Rritë, në Bëj video me bërë. Thoj në një gjohë, Kamila, për vlogun tim. Ti shumë e magjino. Kila mire se është lek. Të lek, muj. O, është leto. Iki që e nënës, që e nënës. Që e nërës përzjetë? Që e nënës. është 100 euro, thë nëna. Nënës I bëjnë 100 rrugës. E banë me të vjetë që. Si të mbluan një kurrizit. Be. Si me mënyra shtëpi. Salut. Këtë këndon Ami, këtë këngën në? Jo. Këtë këndon Ami? Is on the fire. Sa. Kush është ky? Djalë gangster. Ku e ke gjuar e dhe? Young boy. Run. Hajde bëjmë në i këshu në i përshëndetje. Shu? Jo. Shu? Dhe në këshu. Hajde. Nisë me njëta. Tani bëja kështu. Të volë që kështu. Bëja kështu. Kena ardhur në parukeri të rregullojmë në Hi! Ja ku jemi sërish, tashmë jemi 3, nuk jemi më 2 dhe kjo është Tezja është rregulluar, ka për flokët, është bërë pjeshk dhe tani po ikim
Te koncerti Ranit. Po ikim te koncerti Ranit. Si fillim ka prova, pastaj do shkojmë te Pallati i Kulturës dhe atje ka shumë të ftuar special si Irma Libova, Eranda Libova, kush ishte nga këto dyja, nuk e di mirë, Kozma Dushi e shumë të tjerë dhe hapjen e koncertit do e bëj ky Tullumbaci këtu mbrapa. Kaq. Ike. He, do thoni ndonjë gjë ju? Respekte për publikun. Për publikun apo për publikun? Unë jam pe Greqie dhe Ne tani sa kemi ardhur. kemi ardhur dhe kemi bërë Alb Telegram. Gëkaçi, avjaçi. Ikim. Rën. Atë kam marrë për mua ty? Shumë. Ti ke unë nesër në qatë apo jo? Jo. A mund do ik? Ja. Do më të ngoj? Ti me Kamilën. Jo. Pse? Po të shëraj të veti. Po mirë të vi mami ti ajde nesër, mami vjen pas nesër. Po. Pse? E po shkoj të vit dëm pastaj, ha? Shkojnë 2 vjet dëm. Pse? Rën. Kam punë tjera për bërë. Për shembull, qa punë ke ti për Nuk e bërë? në shkollë, nuk për ti ku... Po ti mëson shumë fakt. Jep ushim. Je pushimëre. E di, po se në shkollë nuk po të filloj për ti ku me një fshat. Kjo ishte surprizë e fundit. Ti Kamila, ke qep? Ku jemi prapë njerëz, o di ku të quaj një kostum, sepse shparë morëm një kostum Ranit për të koncerti, por problemi ishte që nuk i bente. Dhe tani jemi prapë këtu te kjo teta ku i morëm shparë dhe po ja japim sepse nuk i bente. Tani shikojmë do t'ja marrë Po i atë. marrë lekët bashkë. Po, nëse ja japin. E pastaj do ikim tek koncertit, bëjnë sa prova Rani. Pastaj në orën 4:30, 5 ka koncertin. Dhe u do doja ta nisja me një këngëtar vërtet shumë, po shumë të veçantë. Dhe nëse do thoja për shembull, e ja o shoku yt. Si vazhdo? Apo ta tras në skenë? Kozma Dushi! Jemi ditën e dytë mbas koncertit dhe dje nuk xhirova më sepse pata një problem shumë të madh dhe gjeni çfarë humba portofolin bashkë me telefonin. Do thoni ju si e humbe. Në momentin që mbaroi koncerti, dolën të gjithë njerëzit nga salla edhe shkuan tek dhoma ku po qëndronin këngëtarët. Edhe unë mbas tyre shkova që të bëja foto me Irmën edhe me Aleksandër Gjokën. Edhe në momentin që do bëja foto, po i bëja me telefonin e shoqës, sepse telefoni im kishte dhënë shpirt. Edhe e lë telefonin bashkë me portofolin në një karrike dhe bëj fotot si karafile, pastaj iki dal nga pjesa e skenës, bëj aty tek dhoma po bëja foto me Aleksandër Gjokën edhe kur shkoj pastaj nga skena bëj foto me Irma Libovën, dal për jashtë si karafile prap. Edhe kur kujtohem që nuk kisha telefonin. Imagjinoni për portofolin nuk po kujtohesha fare që më kishte humbur edhe portofoli. Edhe në momentin që udojmë bla 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 kështu nuk po më kujtohesha asnjë gjë se deri ku e kisha patur telefonin edhe portofolin, por më thot Roani që ma e ke lënë filan 2 lek këtu
Do më thënë që Ranive kështë e parë se ku i kisha lënë të dyja, edhe vrapon, unë nuk po e kuptoja se çfarë po më thoshte, se ku po më thoshte, por Rani vrapon për tek vendi ku unë i kisha lënë, edhe shqyr zotit i gjiti, dhe i shpëtovi Rani, falti i gjeta, se për ndryshe nuk do kujtohesha absolutisht fare se ku i kisha lënë, dhe është era e parë që më ndodh se nuk para harroj gjëra kështu, por kam vënë re që kohët e fundit po harroj në maksimum. Jam bërë një arraqe t'ju them. Dhe sot në mëngjes jam zgjuar herët që në orën 6 kam bërë të gjitha punët e shtëpis, edhe kam bërë dush, ndërkohë që Rani doli me tezën sepse u qet, edhe më pas ikën në fshat të dy. Unë tani kam zënë brumin e baklavas edhe do të bëj baklavan. Do me thënë që po, do bëj baklavan. Këtu kam zënë brumin, këtu kam tepsin në të cilën do të bëj baklavan, këtu kam arrat që do çajnë edhe do hidhen këtu, gjithashtu kam shkrir edhe gjalp këtu të kjo tenxhere. Edhe këtu ja, po kanë këtu kanë dyqane të mëdha xha. Respekt e publikut. Respekt e publikut. Një nga gjithër e. O nuk jam racist, gëzuar. Nuk bëhet. Këtë vjetër kam ftohtë. Oh my gosh. Kam ftohtë. Nuk e di se sa ditë po zgjat ky vlogu, por një javë po njëra sigurt. Do thoni jo ku jetë tani, çfarë po bën, nga ke arritur. Ja do t'ju tregoj unë për pak sa të marr kthesën, se mos kap në gjë. Dhe që po thoni ju, e kam unë kam diellin. Rruga që isha më kapte shumë dielli dhe nuk dukesha fare, por shumë shpejt do dalë përsëri në diell, sepse jam në të njëjtin drejtim. Dhe po thoja që e kam mbyllur vlogun nga mbrëm, ku dola piva verë të ngrohtë dhe ika në shtëpi si mos o zotë, dhe sot në mëngjes kam bërë të gjitha punët si çdo ditë dhe kam dalë të gjej mamin, sepse ka ardhur mami në qytet bashkë me kushuririn edhe Ranin e ka lënë përsëri në fshat. Takova mamin me kushuririn edhe ato kishin ato më shumë punë për të bërë dhe i lash të mbaronin punë pasi nuk kam nerva që ti ndjekën mbrapa dhe kam ardhur të pi një kafe shpejt për shefin tim vetëm në radhin time sepse për pak do iki në fshat se Rani më përret që të shkoj atje dhe mos të shgënjej do shkojnë. Kam marrë një super dhurat që dhe u tregoj për pak sa të shkoj në shtëpi. Këtu është pjesa e paketimit, është kjo zilja kështu cute. Edhe ishte vendosur këtu. Gjeni pak se çfarë janë këto. Do e të gjeni ju. Edhe ku të shkoj në shtëpi do të hapim bashkë. Dhe po ikim në fshat, do ikim bashkë me burrin dhe sot do të jemi aty. Kemi ndaluar diku për të marrë fishek zjarr. Qyteti është plot njerëz si kur më parë, nuk e di se çka ka ndodhur që ka zbarkuar të gjithë në qytetin ton, por që me një krah është edhe gjë shumë e mirë, sepse kur boshatiset qyteti është vërtet shumë e frikshme. Dhe i bërë video dupse, se të përcendi po.
vete. O kam ke marrë si ato. Eksperiment. Eksperimentar. E ke knash. Si dua sho burr. E, ti e more e fsheve. Ai dhe një se unë bush. E si ndizëm ta. Ta ndizën, ta futë që ty. Ku vetë edhe këtu? Gale, hajde këtu ta ndesë. Jepe ta mbaj babës, se vritësh. A vash makinat. Nëse gëzjarë tani para të fëmijë. Ta mbaj dritën e preshit e këshua? Hajde ra, Jo, kam fikun. man të dyre. Jo, kam fik. Mos ke frikë se e bërë edhe më vjetë olla. Ta! Sot.